I dashur Allah, në këtë ditë të bekuar të xumas, të drejtohem ty me besim dhe mbështetje të plot. Ta besoj ty jetën time, familjen time, punën time dhe të ardhmen time. Të lutem shko para meje dhe më lehtëso rrugën, largon nga jeta ime gjithçka që nuk është hajër për mua. O Zot tim, po e vë gjithë jetën në duart e tua. Nuk e di çfarë është e mirë për mua dhe nuk e di se ku po më çon jeta, po heq dorë, po dorëzohem në kaderin që ke shkruar për mua dhe mbështetem plotësisht tek ti. Kam besim se ti do të kujdesesh për gjithçka. O Allah, në mëshirën tënde shpresoj, prandaj mos më lër në dorën time as sa e hap e mbyll syt dhe rregullo për mua të gjithë punët e mia. Beko edhe mbuloj shtëpinë time me prezencën dhe dritën tënde, me paqe, harmoni dhe bereqet. Udhhiq hapat e mia drejt asaj që ti e do dhe me të cilën je i kënaqur. Mbushi ditët e mia me paqe, sapër dhe siguri dhe më largo nga çdo dëm, nga çdo presion e fatkeqësi. Më mbullo me mbrojtjen tënde, më udhëzo me urtësinë tënde dhe më mbaj të qëndrueshme në besim. Unë ec përpara duke ditur se ti je me mua në çdo hap. Elhamdulillah. Amin o Zoti i gjithësisë. Amin o Zoti i madhështisë dhe nderit. Amin.